Faqja e parë e gazetës Roswell Daily Record në 8/7/1947. Forcat ajrore deklaruan se kanë gjetur një disk fluturues i cili ndodhet në pronësi të ushtrisë. Që nga kjo kohë e deri më sot, kjo ngjarje ka ndryshuar komplet perceptimin njerëzor mbi jetën në tokë, si dhe në univers. Mbi bazën e kësaj ngjarje janë shkruar me 10 libra, janë realizuar disa filma të ndryshëm dhe kemi me qindra emision televiziv me dëshmitarë që sqarojnë se çfarë ndodhi atë ditë. Paralelisht filluan dhe teoritë e konspiracionit, të cilat me kalimin e viteve filluan të anojnë nga e vërteta. Në 2/7/1947, pra një rançe në New Mexico, afër qytetit Roswell, u rrëzua një disk fluturues. Megjithëse edhe më përpara 47-s njerëzit kanë parë dhe janë takuar me qenie jashtëtoksore, ufologjia nuk ka ekzistuar në atë kohë dhe asnjë nuk është marrë seriozisht me këto tema. Pak njerëz mendonin se pas këtyre shfaqjeve që ndodhin jashtëtoksorë. Por pas 1947-s, filloi me të vërtetë që këto tema të shikoheshin seriozisht. Gjithashtu do të sqarojmë se pse pikërisht në Shtetet e Bashkuara ndodhi kjo ngjarje, në veçanti dhe shfaqjet ndryshme në qiell të objekteve fluturuese në përgjithësi. Megjithëse ka qindra dëshmitar dhe fakte të ndryshme, sot do diskutojmë për ata më të rëndësishmi, ata që morën pjesë dhe ishin prezent në këtë ngjarje. Vala e parë e objekteve fluturuese të pa-identifikuara filloi të shfaqen në vitin 1945 dhe kulminoi në qershor të 47-s me shfaqjen e qiellit të një mase shumë të madhe objektesh fluturuese, që pikërisht kjo kohë që filloi të përdoret termi pjatë fluturuese. Të gjithë ishinin në qiell dhe sidomos në New Mexico për një arsye të veçantë. Në fillim të korrikut 1947, në një kohë me bubullime dhe rufe, në mes të shkretirës, pranë një fshati me emrin Corona, rrëzohet një objekt i panjohur dhe është pikërisht data 2, sepse banorët vendës dëgjuan një shpërthim të fuqishëm. 4 ditë më vonë, krejtërasisht, një fshatar me emrin Bill Brazel, së bashku me të birin, zbuloi vendin e goditjes në tokë. Vend ky që as ushtria nuk ja kishte ide. Mbeturinat e përplasje që e shpërndanin një hapësirë disa kilometra, që me ngjyrën e letrës aluminit, mjaft e lehtë, por jashtëzakonisht e fortë si material. Pas 4 ditësh lajmërojnë bazën ajrore në Roswell, të cilët dërgojnë 3 oficerë që të shikojnë se për çfarë bëhet fjalë. Një krye që në koloneli Jesse Marcel, me togeret Louis Rike dhe Sheridan Keviton. Gjithë ato ditë i gjithë fshati Corona, si dhe qyteza Roswell, dinte për rrëzimin. Ekipi shkoi në vend ngjarje dhe filloi të shohë mbeturinat, të cilat qenë të panjohura për ta si material. Lajmëruan bazën që të dërgoi kamion dhe ekipin e pastrimit. Në 8/7/1947, togeri Walter Haut, personi i përgjegjës për publikun dhe mediat, deklaroi zyrtarisht. Forcat ajrore deklaruan se është gjetur një disk fluturues dhe e ka ushtria në posedim. Ka një lajm audio autentike nga viti 1947, ku dëgjohet zëri i spikerit të radios që lexon lajmin. Pra ushtria amerikane pranon zyrtarisht që ka gjetur një disk fluturues të rrëzuar. Ky pohim i ushtrisë krijoi një val histerie, por një ditë më vonë, komandanti i bazës, generali William Blanchard, jep një konferencë për shtyp në të cilën deklaron: ushtria amerikane nuk ka gjetur një disk fluturues, por bëhet fjalë për një balon për mbikëqyrje. Fshatarët e zonës dhe oficerët kanë gjetur një fletë alumini të zakonshme dhe reflektor radari. Për të vërtetuar thënien e tij tregon fotografi të dëshmitarit kryesor që mban në dorë një fletë alumini. Është nën koloneli Jesse Marcel, që nga ky moment fillon mbulimi më klasik në histori një ngjarje të tillë. Ky mbulim u bë aq mirë saqë vetë generali Blanchard deklaroi më vonë: historia e Roswellit vdiq brenda ditës. Për 30 vjet rresht nuk folim asnjë për këtë temë përveç se banorëve vendas. Në fund të viteve 70, një kërkues filloi një hetim privat dhe bëhet fjalë për personin më të njohur në historinë e ufologjisë, fizikanti nuklear Stanton Friedman. Ky person e nxori historinë nga naftalina dhe filloi të marrë në pyetje gjithë dëshmitarët një nga një.
30 vjet pas deklaratave zyrtare, dëshmitarët më në fund fillojnë të ndryshonin historinë, duke treguar një histori tjetër. Djali Bill Brazel, personi që gjeti mbetje dhe ditë së bashku me Tiatin, tha se ushtria jo shumë ditë pas incidentit e mbajti babain brenda në bazë për disa ditë, derisa i mësuan variantin e ri të historisë. Kur e lëshuan, babai filloi të tregonte historinë e balonit meteorologjik. 2 tokerët e tjerë që qenë prezente atë ditë e ndryshuan historinë. Megjithse nuk e dinin se çfarë qe, ai nuk qe ballon për mbikëqyrje. Dëshmitari kryesor, nën koloneli Jesse Marcel, që pozonte para gazetarëve me një copë baloni, konfirmoi më pas se në atë moment mori urdhë që të mbyllte gojën. Në këtë foto në duart e tij ndodhte vërtet balon meteorologjik. Nën koloneli Jesse Marcel ndryshon historinë dhe thot se materiali që gjetën nuk është nga kjo botë dhe ka një incizim audio të kësaj interviste. Natyrisht që na fotografuan dhe kishin shumë mikrofilma, duke më kërkuar që t'jap një koment, por nuk kisha leje për ta bërë këtë. E vetmja gjë që mund të bëja ishte të mbaja gojën mbyllur. Ai që foli për ngjarjen që general Remi, i cili tha se që balon për mbikëqyrje. Kuptohet që të dy e dinin që si e kështu. Marceli duhet të mbante gojën mbyllur dhe njëkohësisht që edhe në kryet e ekipit të informacionit dhe sigurisë me rastin e testit atomik të Shteteve Bashkuara në Pacifik. Marceli rikujton operacionet sekrete në shkretirin e New Mexicos. U nisëm nga Roswell në orën 3 ose 4 pasdite dhe gjithçka që si rafshnal pafund dhe që e vështirë që të orientoheshe. Pa ndihmë nuk mund ta gjenim këtë vend. Vendi përplaset që aq larg se u des gjithë ditën për të arritur atje. Mëngjesin e ditës tjetër arritën në vend dhe nuk ju besoi syve për atë që shihja. Kishte mbetje pafund dhe qenë të shpërndarë në një territor të madh. Filluan të mbledhin sa mundëm duke vënë në bagazh të makinës. E mbushëm dhe kjo na mori një pjesë të mirë të ditës. Kishte akoma shumë pjesë më të vogla të shpërndara gjithandej. Gjetëm një copë metali me madhësi 50 me 80 cm. Duke sikur nuk kishte asgjë në dorë, sepse qe si fletë aluminit në kutinë e cigareve. Gjëja e çuditshme që se nuk mund ta përkulje dot apo ta zhubrosi. As që kiçi nuk i bënte dot gjë dhe nuk kam parë diçka të tillë në jetën time. Edhe sot nuk e kam iden se çfarë ishte. Ajo që rrëzua nuk ishte nga ky planet dhe jam i sigurt për këtë. Kam qenë në njësinë e sigurisë në atë kohë dhe njëja që të gjitha materialet që përdorshin për ndërtimin e avionit. Kjo nuk gjante fare me ato materiale. Kush mund të kishte në atë kohë një material të tillë aluminit hollë dhe të fortë njëkohësisht, i cili ishte në gjendje që po të futej në një sferë metalike dhe të nxirrej prap, merrte përsëri formën e parë. Kishte materiale të tjera në formë holograme me gërma në të, apo më mirë të themi hieroglife egjiptiane, që mund të shihesin vetëm në një kënd caktuar shikimi. Jesse Marcel që i bindur se ajo që mbante në dorë nuk kishte origjinë toksore, dhe megjithse nuk foli për 30 vjet rresht, përveç se me familje, këta të fundit thonë se ai e mbajti për veti një copë të tillë. Çuditërisht si Jesse Marcel, ashtu dhe dëshmitarët e tjerë në ngjarje, në asnjë moment nuk përmendën trupin e pilotit, trup që gjende brenda diskut. Kjo është shumë e çuditshme, se për incidentin e Roswellit dihet se u gjetën trupa jashtëtoksorës. Por ajo që pak vetë e din, është se nuk ka rënë vetëm një disk fluturues, por 2 dhe i dyti ka rënë pak më larg se vendodhja e parë. Dhe trupat janë gjetur pikërisht tek disku i dytë, ku për studiuar vendin ka shkuar koloneli Philip Corso, së bashku me personin të quajtur Glenn Dennis, 2 nga 10 dëshmitar, të cilët pat trupin e të vdekurit dhe të plagosurit. Rasti i Jesse Marcelit nga korona dhe qenjet jashtëtoksore janë 2 raste të ndryshme. Shumë kërkues serioz thonë se nuk ka rënë 1 apo 2 disqe, por plot 7 disqe në një hapësirë prej disa kilometrë katror dhe në ditë ndryshme. Philip Corso thotë se e pa personalisht trupin e jashtëtoksorit të vdekur, kurse Glenn Dennis që personi që bëri autopsinë e trupit. Për herë të parë në historinë e njerëzimit, jo vetëm u njoh me një civilizim jashtëtoksor, por dëgjoi për herë të parë emrin Grit e Vegjël. Sipas tyre këto qenie nuk kishin hund dhe vesh,
nuk kishin korte zanore, nuk kishin organet e brendshme dhe as gjini, nuk kishin stomak dhe zor, organet e tjerë qenë totalisht pa njohur, truri qenë ndryshe, lërkura qenë ngjyrë gri, kishin sy dhe kokë të madhe dhe dukeshin si fëmijë rritur. Përveç se ishin humanoid, pra kishin kokë, duar dhe këmbë, pjesa tjetër nuk gjasonte fare me ne. Që pikërisht kombinimi i këtyre dy ngjarjeve, nga e cila doli një e vetme, pra që u rrëzua një dis në Roswell, duke mbuluar kapjen e rastës jashtëtoksore. Vetëm në vitet 90, ushtria më në fund për t'i dhënë fund spekullimeve gjatë viteve, del me një deklaratë të tillë. Në një fermë në afërsitë të Roswellit, vërtet diçka u rrëzua, por nuk qet disk fluturues, por një balon nga projekti Mogul i Shteteve të Bashkuara, një projekt ky që shërbente për të përgjuar testet bërthamore sovjetike. Dëshmitarët që kanë parë trupa jashtëtoksore nuk kanë parë asgjë tjetër, përveç se trupa kukullash që përdoreshin për qëllime eksperimentale. Pas 50 vjetësh nga kjo ngjarje, ky është shpjegimi më shtërrues i ushtrisë amerikane, që do ta linte pa fjalë edhe të madhin Gim Gjuzi, që ka shitur sahatin e Tiranës disa herë. Nuk ka mbulim me ngjarjet vetën një keq kuptim të madh për atë që ndodhi në Roswell, e mbyll deklaratën ushtria. Komandanti i bazës ajrore në Roswell, generali Blanchard, e di shumë mirë për projektin Mogul dhe për balonat që lëshonte nga baza e tij, kështu që nuk kishte arsye që dërgonte kolonel që të shihte se çfarë kishte ndodhur. Përse pritën 50 vjet për të lançuar teorinë e kukullave dhe nuk dolën më njëherë në konferencë për shtyp? Përse oficerët e tij pas 30 vjetësh ndryshuan rrëfimet e tyre, duke treguar të vërtetën? Përse ushtria ditën e parë deklaroi se kishin posedim një disk dhe të nesërmen e përgrinjëstroi? Pikërisht sepse vërtet kishin një zotërim një disk fluturues jashtëtoksor. Tani le t'i hedhim një sy historisë dhe të mundohemi të gjejmë arsyen se përse filloi dukja masive e diskeve fluturues në vitet 40 të shekullit të kaluar në Shtetet e Bashkuara dhe pikërisht në New Mexico. Deri në luftën e dytë botërore, shfaqja e diskeve fluturues ka qenë sporadike për mijëra vjet me radhë. Kjo histori ka filluar në vitin 1945 tek territori që përfshin dhe Roswellin brenda. Por çfarë ka të veçantë ky territor, kur dihet se është kretir gjithandej? Në lindje të Roswell ka një qytet me emrin Lubbock, Texas, ku pa një flotë të tërë me disje, historik kjo që u quhet dritat e Lubbockut. Ka dhe fotografi për këtë rast. Le të hidhemi tani më në perëndim dhe pikërisht në Phoenix, ku u pan 3 këndshra të zinj të mëdhenj. Edhe kjo shfaqje ufosh u quhetën dritat e Phoenixit. Hidhemi prapë në lindje dhe pikërisht në bazën ajrore Holloman, aty ku në 1954 Eisenhower takua me Grit, ngjarje kjo për cilën ekziston edhe video. Pak më në veri, ka një qytet me emrin Socorro, ku është parë një nga shfaqjet më të mira të UFO-ve në historinë amerikane, histori kjo që kishte dëshmitar një polis me emrin Loni Zamora dhe një dëshmitar tjetër që pa dyqeni jashtëtoksoi pranë një objekti fluturues. Pak më në veri, kemi laboratorin e famshëm në Los Alamos, ku prodhua bomba e parë bërthamore. Laborator ky që ndërtuan në 1943. Le të shkojmë tani në jug dhe pikërisht tek territori që quhet Trinity, aty ku u testua për herë të parë bomba atomike në 1945. Pra, arsyeja e shfaqjeve masive të diskeve fluturuese që pikërisht përpjekja dhe më pas prodhimi i bombës atomike. Deri në 1945, raca njerëzore nuk paraqiste ndonjë rrezik për ta, por përdorimi i bombës bërthamore është i patolerueshëm për ta. Vetëm disa muaj pas rrëzimit në Roswell, krijohet CIA dhe pas një viti krijohet NSA-ja. Në fund të 1947-s, papritur u shpik tranzistori. Shpikje kjo e realizuar para kohe. Në vitet 70, na thonin se disje fluturuese nuk ekzistoni. Dhe kur na ka gënjur për këtë, kush e di se për çfarë tjetër na ka gënjur? Apo mos duhet bërë pyetja, a kanë thënë ndonjë të vërtetë? Kjo ishte pak a shumë ngjarja e Roswellit,
të cilën isha i detyruar ta shtjelloja për të kuptuar emisionin e radhës, i cili ka lidhje me Roswellin, por shumë më tepër se që mund të kuptoj perceptimin tuaj. Jeni tek bota e fshet, që nuk ju lë kur pa të vërtetën, dhe pasi të regjistroni, rini në pritje për emisionin e radhës, që është thjesht fantastik. Mirupafshim.